Faleminderit shumë, me mëngjesit gjithëve. Më në janë 3 pika që po besoj kushtetare shumë e rëndësishme i ditë. Pjesa e parë është që ne prapë do të votojmë pro, edhe bllokimi po vjen për atyre që votojnë kundër e jo deputetëve që po votojnë për. E dyta është me rëndësi me cek që kuvendi, kryesia e kuvendit, konstituimi i kuvendit duhet me zgjedhjen e kryesisë që janë 5 kryetarët edhe kryetari. E kjo nuk i takon krejt lëvizjes vetëvendosje. Nuk është se na i kemi fituar 5 kryetarët edhe kryetarin, edhe s'po bëjmë asnjë kompromis, por ju takon 3 subjekte më të mëdha politike dhe 2 përfaqësuesve të komuniteteve, me fjalë tjera kushtetuesjave që ka përcaktuar rregullat e lojës, sot ju takon krejve, rrjedhimisht na takon përgjegjësia më themelu. Edhe e fundit, me një argumenti opozitës që po thot zonja Haxhiu nuk duhet më votu për shkak se është e zhurmshme, është përçorse, u mendoj që në thellësi kjo është ofenduese. Ju duhet më kuptu që zonja Haxhiu ka qenë deputete për mbi 10 vite, ministër për mbi 4 vjet, edhe nuk e gjeni kërkon asnjë njollë të vetme në punën e saj të ndershme që ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe zhurmën e përçorjen, këta po marrin për kundërshtimet e soja që i ka bërë për gjykatën speciale, për Zajednicën. Mendoj që do të më konë vlerë e shtume dhe arsye shtesë për me votu ato, po jo me kundërshtu. Për shkak se kjo po i bjen që opozita po thotë nuk e dojmë ose nën vetdije po thonë që një gru që është e zhurmshme edhe që është e rrep në qëndrimit e soja na nuk e pranojmë. Po besoj kjo është një mizogjeni e heshtun që pju del në ndërdije, edhe po besoj që ata duhet me reflektu sot me votu për me zhblloku institucionin e kuvendit, edhe pastaj vazhdojmë të afotet që fillojnë të rrjedhin edhe të zgjedhja e qeverisë. A nuk është Konjufca opsion? Pse nuk është propozuar sërish? A nuk keni kënaqur si parti me punën e tij në sekretar të kuvendit? Jo veç ne, po mbase ke qytetarët e Republikës jemi jashtëzakonisht të kënaqur me zonjën Konjufca, po propozimi ynë kësaj rrodhe ka qenë zonja Albulena Haxhiu në konsultim me gjithë deputetët përfshirë zotin Konjufca. Që falenderit shumë. Mund të presim që do të zgjasë kjo përsëritja e vazhdueshme çdo. Por besoni dash argumentet e mia. Kjo nuk do të më zgjat për shkak se kuvendi edhe një herë po them. Kuvendi i takon 3 subjekteve, kryesia e kuvendit i takon 3 subjekteve politike, më të mëdha fituese dhe 2 përfaqësuesve të komuniteteve. Edhe është një trup kolegjial që bën administrimin e punës së kuvendit. Nuk ka asnjë fuqi ekzekutive. Prandaj është komplet e paarsyeshme mos më votu. Po me thonë nuk e votojmë Albulenën, atëherë është një farë seksizmi i brendshëm i heshtun i tyre që po thonë spedojnë një gru që është e fortë dhe e rrep në qëndrime, po pedojnë shka, një gru të heshtun që s'flet. Po besoj që kush janë gratë të heshtura, se janë 2 propozime. Po jo, nuk ka gratë të heshtura, s'duhet me pas gratë të heshtura, s'duhet më kon tema ç'kjo. Këto po thot opozita, deputet të opozitës që thonë nuk na pëlqen Albulena Haxhiu për shkak të çndrimeve që i ka. E na kemi edhe gazetare vojza dhe gro këtu që nuk po besoj që duhet me pranu këtë argument të tyre. Këtë argumenti kur janë ofruar si mundësi për votë edhe 2 gra tjera. Po nuk ju takon atyre me propozu gra tjera. Na kemi propozuar, po jo, unë po tham, nuk ka qëndron arsyetimi i refuzimit të tyre. Pse duhet më refuzuar Albulena Haxhiu? Ma jepni një arsye të vetme nëse dikush që tot dikush ka. Po keni vepruar edhe jo zoti Basha, keni refuzuar zoti Beseli sa ka qenë. Po veç kuptoj që atëherë ka qenë tjetër lojë. Atëherë rregullat e lojës kanë qenë që nuk i ka taku fituesit. Nuk i ka jo, kushtetuesja ka përcaktuar. Kushtetuesja pas kësoj, pas ponit, ka thonë i takon fituesit. Tash janë rregullat e lojës që na takon neve, edhe na e kemi propozuar zonjën Haxhiu, nëse dikush e ka një arsye të vetme mos më votu zonjën Haxhiu, ma tregoni, por kjo s'ka, kështu që po besoj mjafton. Nuk po duhem bë debat më shumë se mendoj që do të më prit epilogën e seancës së sotme, megjithatë falenderoj shumë. Kalojmë.